إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pra, folëm mësimi që kaloi rreth zakatit, pasurit, ku është obligim zakatin to. Gjithashtu folëm për zakatin e fitrit. Thjesht për përkujtim, u përmend po se për përkujtim. Pra, se sa është obligimi tek të drithrat, tek të korrurat, te ato frutat e veçanta që ka zakat, tham pra nëse personi nuk ka shpenzime, ka 1/10. Nëse nuk ka shpenzime, për sa i përket vaditjes, ka 1/10, 10 nga 100. Nëse ka shpenzime, atëherë ka 5%, ose 1/10, thonë dietarë. T'ju shtoj diçka këtu, kanë diskutuar gjithashtu nëse ka 6 muaj kështu, 6 muaj kështu. Pra 6 muaj vaditet me ujin e shiut e lumejve tjerë më radh, dhe 6 muaj personi e vadit pra me pompa tjerë më radh. Këtu kanë thënë ka 7.5%. Kjo është testa e sot. 7.5%. Tjetra e tham përse po e përsërisi, një që ku përmendëm sasinë e arit dhe të argjendit, pra kur tham që ari duhet arri sasinë 85 gram të disa dietar, ose 92 të disa tjerë, disa bëjnë sqarimin përse sa i përket karatit, ose robi që tjetë mrena, edhe Shqipin Bazi që thot 92 gram, thot mirë nëse robi tjetë i qetë, ka disa dietar që kanë thonë 85, dhe një për aty dietarëve që ka thonë 85 kush është? Shehu Themini, Allah më shëroft gjithë. Pra ku arrin kjo sasi 85 gram, robi ose pra nëse konvertohen lek e ka këtë sasi robi, ka obligim zakatin, ose tham 595 gram argjend. Këtu tani sa ka, ju thash, pra para se të vinte kjo temë, ju thash që ka 1/40, ose 2.5% që njihet të përmendi shpesh, ose më kollaj ta kesh 1/40. Pra pjeston me 40 pasurinë që ke, pra të 40. Pra nëse ke 40 milion, zakatin e ke 1 milion. 1/40. Tjetër që du t'ju them nga ajo që kaloi rreth tjetër, llogaritja e vitit është me muaj hënor, jo me kalendarin ton diellor. Ta keni parasysh. Pra, çau u tha që të mbushi vitin me muaj hënor. Për shembull që të ndihmoj. Për shembull këtë vit kur është caktuar Ramazani? Është 1 mars. Vitin që kaloi kur ishte? Ishte 11 mars. Qartë, pra i bi lun, sa lun? 10 ditë. Pra nëse ti e ka dhënë vjet një Ramazan, i bie ka dhënë për shembull 11 mars. Kurse këtë vit nuk do japësh më 11 mars, do japësh 1 mars. Qartë, pra ta keni parasysh këtë diferencën pra me muajt hënor. Vazhdojmë pra me gjërat që kanë lidhje sot, pra ku kemi ngel, një çështje e rëndësishme gjithashtu që diskutohet shumë te dietarët është çështja e borxhit. Çështja e borxhit. Kur të kam ty borxh dhe diskutohet zakati tek ti, ose ti i ke tjerëve borxh. Ky lloj borxhi që ke ti, a e pengon zakatin apo jo? Kjo është çështja që diskutohet. Do t'ju lexoj pra fjalët e dietarëve të mëdhenj, Shehu Theminit, Shqipin Bazit, Lexhnës, pra do t'ju lexoj disa fjalë nga çështje e rëndësishme. Thot Shehu, mbasi ka përmend fjalët rreth kësaj çështje, Sheh pra Uthemini Allah më shërof, thot, fjala më e saktë, pra kur të kanë borxh, fjala më e saktë, pra është që nëse ndahet personi që ty të ka borxh, thot, fjala më e saktë është se është obligim zakati çdo vit. Nëse personi që ty të ka borxh është i pasur, ta jep nëse ja kërkon borxhin. Ky ka të njëjtin gjykim sikur është ajo pasuria e ke ti prezente. Por se mund ta shlyesh zakatin kur ti e merr borxhin. Nëse do e shlyen zakatin me pasurinë tënde. Rasti i parë është lehtësim, rasti i dytë është diçka e mirë. Pra, nëse qartë çfarë po thot? Pra kur personi që ty të ka borxh, momenti që ti ja kërkon, ai ta jep, atëherë ti e konsideron këtë pra si pasuria jote.
por se ke dy zgjidhje sipas shehut. Pra thot, po dush e jep të zakat kur e merr, kjo është diçka që e qunë shehu rukhsa, lehtësim, po dush e jep kur jep zakatin e pasurisë tënde. Pra momenti që jep zakatin e pasurisë tënde, jep zakatin dhe atij që të ka borxh. Dhe këtë që shehu e qunë qa, fadile, diçka të mirë. Pra ky është rasti i parë, kur personi që ty të ka borxh, nga momenti ti t'ia kërkosh, ai t'jep. Qartë? Rasti i dytë thot, nëse është një person ose s'ka mundësi, pra personi që t'ia ke dhënë nuk ka mundësi me ta kthy borxhin. Ose është mumatil kujt i thon ai që zvarrit, ai që thot po si sot, po nesër, jo po sot, jo po nesër, ti jam rrad ngjoni çfarë thot tu tani, thot nuk ka zakat te kjo pasuri, edhe nëse qëndron te personi 10 vjet, e merr si shembull 10 vjet, sa do të qoftë, thot sepse personi nuk ka mundësi, por se kur e merr këtë pasuri e jep zakat vetëm një herë për vitin që e ka marrë këtë pasuri dhe nuk e ka obligim që t'japi zakat për vitet, pra do japi vetëm për një vit. Edhe nëse ka netë personi, dha shembull tu 10 vjet. Qartë? Kundërshtimi te ky rasti i dytë do i ngjoni është se a do ta japin momentin që e merr, për shembull i shehut 10 vjet do ta japi, apo do ta marri tani dhe do presi derisa të mushi vitin. Ky është diskutimi mes dietarëve. Qartë? Kjo është fjala shehut, për sa i përket çështjes parë. Çështja e dytë, ju lexoj çështjen e dytë, pra kur ti ke borxh tjerëve, thot përmend fjalët e dietarëve ti, që prej dy dietarëve Sheh Sadi dhe Sheh Ibn Bazin, pastaj thot, ajo që unë japi përparësi dhe anoj te kjo çështje, është se zakati është obligim në formë absolute. Edhe nëse personi ka borxh që ja ul atij atë sasinë e caktuar të zakatit. Përveç se nëse borxhi e ka mbushur kohën, i ka ardhur koha, i ka ardhur afati para se të vijë zakati, e ka obligim ta shlyejë borxhin, pastaj t'japi zakat atë që i ka ngel. Pra, po të erdhi thot shehu, të erdhi koha, mbushi viti, leku është tek ti, e megjithse i ke borxh robërve, ti e ke obligim ta japësh zakatin. Edhe megjithse i ke borxh, vetëm nëse para një muaj para se të vijë zakati, gjysmë muaj, 3 muaj, 2 muaj, ti e lan borxhin. Atëherë thot, çfarë? Ti do japësh zakat atë që të ka ngel. Me këtë ti shlyesh, pra nuk ke përgjegjësi fetare, dhe ne me këtë fjalë nxisim borxhlit që ta shlyejnë borxhin. Pra kur e nëm nga kjo fjalë, një prej dobitë e kësaj fjale është i jep borxhin, atëherë po edhe borxhi nuk ke zakat. Ngel do japësh zakat vetëm te ajo pasuri që të ka ngel. Pastaj thot, kjo që ne zgjodhëm është dhe zgjedhja e shehut ton Abdulaziz bin Bazit. Pra nuk është vetëm mendimi im, nuk është vetëm animi im, por është animi i shehut tim ose shehut ton, pra Sheh bin Bazit Allahu më shëroft, të dy. Këto janë dy çështje që janë të rëndësishme. T'ju lexoj fjalë tjera dietarëve tani, nga lexja nga Sheh bin Bazi që t'ju përforcohet kjo çështje. Thotë Sheh bin Bazi Allahu më shëroft. Pra, nëse këtë borxh, pra kur ta kanë borxhe të tjerë, nëse këtë borxh është ta ka dikush që ai ta jep këtë borxh, atëherë jep e zakat sa herë që mbush vitin. Dhe nuk ka problem, nuk ka pengesë që ti ta vonosh nxjerrjen e këtij zakati derisa ta marrësh këtë borxh, pastaj ta japësh për vitet e kaluara. Por se nëse jep vitin që ka mbush, pra jep me pasurinë tënde, kjo është më e mirë nga frika thot se mos vdes ose mos harron. Pra robi mund vdes se dhe zakatin ajo që të ngel. Ose harron. Por se nëse personi që të ka borxh nuk ka mundësi me ta kthy borxhin, ose zvarrit borxhin, nuk ke zakat, në fjalën më të saktë dietarëve, derisa ta marrësh këtë borxh, pastaj të presësh dhe një vit prap tjetër. Atë që ju thash, kjo është fjala tjetër. Pra, kur e merr këtë borxhin, kur e ke te ky personi që nuk ka mundësi ose ky që e zvarrit, anë momentin që do e marrësh, edhe nëse ka ngel vite, do ta japësh direkt zakatin, apo do presësh nga momenti që e mora dhe një vit. Ky është diskutimi mes dietarëve.
Pra e ngjut që Shehu Themini thotë jepet direkt, Sheh Bin Bazi thotë që prit edhe çfarë? Pra mbasi ta morësh, prit vitin, prit mbushi vitin. Tjetër thot prap Allahu më shërof, Sheh Bin Bazi, e njëjta përgjigje, por se pyetje tjetër, por se ka pak sqarim më shumë, thot, pra nëse ti borxhin ta ka njerëz që kanë mundësi që ta japin, nëse ti ja kërkon ata ta japin hakun tënd, atëherë ti ta japësh zakatin sa herë që mbush vitin. Thot, sikur e ke, thot, tek ti dhe tek ato si që ke lënë diçka amanet, ama nëse borxhin ta ka dikush thot që s'ka mundësi. Tani po jep disa shembuj. Nuk ka mundësi me ta kthy. Ose ai ka mundësi, por se ta zvarrit dhe ti s'ke mundësi ta marrësh prej tij. Fjala më saktë e dietarëve është se nuk e ke obligim të japësh zakatin derisa ta marrësh prej këtij që ta zvarrit ose prej këtij që s'ka mundësi dhe kur e merr atëherë pret të mbushi vitin dhe e jep zakatin. Lexhne tani është fetvaja Lexhnes, së Sheh Bin Bazi këtu, është Sheikh Abdulrazak Afifi, Sheikh Gudejani, thot, pra po ja u përsëris to që të përforcohet kjo çështje, dietar të ndryshëm. Thot, nëse ti borxhin ta kanë, pra një person që ka mundësi me ta la, atëherë thot ti e ke obligim zakatin, normal, kur ka mbush atë sasinë e caktuar, nisabin. Thot, dhe e jep këtë zakat kur personi e merr për ato vite që kanë kaluar. Qoftë ka ndetur, ka qëndruar tek ai një vit ose më shumë. Ama nëse e jep zakatin me pasurinë e tij, atëherë kjo është diçka e mirë. Nëse ta ka borxhin dikush që s'ka mundësi, atëherë kur ta marrësh, jepe për një vit të vetëm, edhe nëse ka kaluar më shumë se një vit. Kush e ka këtë fjalë? Ju thash për dietarëve i përmendë disa emër. Ky është një transmetim nga Imam Ahmedi. Është fjala e Malik, Imam Malik ka dhënë me këtë fetva Sheikh Abdulrahman ibn Hasan, thot dhe ka thënë që kjo është zgjedhja e Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu më shëroft gjithë. Pa ka përmend disa nga dietarët që e kanë këtë fjalë. Sheikh Abdulrahmani e dini, ja u kanë përmend shpesh, është nipi i Sheikh Muhammed Abdul Wahhabit, që ka komentuar kitabut Tauhid Fethul Majid. Dhe fetva tjetër gjithashtu, këtu është në krye Sheikh Bin Bazi, Sheikh Abdulrazak Afifi, Sheikh Gudejani, thot, nëse, pra janë fetva të ndryshme që ja kam marrë që t'ju përforcohet kjo çështje. Thot, nëse personi që të ka marrë borxhin është person që s'ka mundësi, ose ka mundësi, por se ta zvarrit, ose këtu robi për shembull se ka çështje ndryshme që ti për shembull borxhin s'ke, domethënë nuk e merr dot. Ose thot, po e lexoj këtë fetva për shembull që ka. Thot, ose ti s'ke mundësi ta marrësh borxhin nga dikush, ose s'ke prova, për shembull nuk ke dëshmitar, ai ta mohon. Thot gjitha këto raste, pra t'japin shembull dietarët, pra ti nuk ke diçka që ta pohoj, ta vërtetoj që të shkosh tek gjykatësi. Por se ose mund të kesh thot fakte ta vërtetosh, po s'ke thot prije që të ndihmoj ty që ta marrësh hakun tënd, siç ndodh disa vende që s'ke mundësi ta marrësh hakun tënd. Atëherë thot nuk ke zakat te kjo pasuri, thot derisa ta marrësh dhe të presësh që të kalojë dhe të mbushi vitin. Ama nëse ai që të ka borxh është një person që pra ta jep borxhin tat, atëherë ti e ke obligim që ta japësh sa herë që mbush vitin, Dhe e fundit për sa i përket kësaj çështje, pra njëjtën gjë thon, pra nëse personi ja ta kanë borxhin, ti mundesh ta arrish kur ti e kërkon, atëherë e ke sa herë që mbush vitin. Pra, siç ke pasurinë që ke në duart e tua. Ama nëse është te dikush që nuk ka mundësi, thot, ose ti mendon shumë që vështirë ta arrish ose nuk e arrit, atëherë nuk e ke obligim zakatin, vetëse kur e merr atë, atëherë e jep thot për atë vit dhe pret derisa ti mbushet viti, masi e merr, dhe kjo është fjala më e saktë. Tu janë shumë dietar të kjo fetva, prandaj kam zgjedh këtë, Sheikh Bin Bazi, Sheikh Abdulrazak Afifi, Sheikh Gudejani, Sheikh Fuzani, Sheikh Abdulaziz Ali Sheikh. Më shëroft Allahu ata që kanë vdek, rrit Allahu ata që janë gjallë. Dhe gjithashtu, pra kjo është për sa i përket kur ta kanë borxhin. Kjo është fetvaja fund kur ta kanë borxhin. Po kur ti ke borxh, thon prap fetvaja Lexhnes, Sheikh Bin Bazi, Sheikh Abdulrazak Afifi, thon, fjala më e saktë e dietarëve është se borxhi nuk e pengon zakatin. Shifet tani një nga argumentet që kam përmend ta dietar, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
dërgonte personat, punojësit që merrnin zakatin, edhe kjo është e rëndësishme, do flasim për këtë. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dërgonte këta punojës që të mbledhin zakatin. Pa që do kuptoni, do vi tani se kush e merr zakatin, pra janë persona që i dërgon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra ishte i dërguar i Allahut, por se një pozicion tjetër që ai kishte ishte i pari i shtetit. Pra këta që mbledhin zakatin janë njerëz që i dërgon i pari i shtetit, i dërgon shteti, jo individi e merr këtë detyrë, thot unë jam për t'u nda. Qartë se të flasim për këtë, është shumë e rëndësishme. Shumë njerëz abuzojnë të kjo. E marrin zakatin me dhënë tjerë dhe e marrin për vete. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dërgonte punojësit për të marrë zakatin dhe ata që, si më thon, ju kam thonë dhe herë tjetër, siç e kam thënë për Abdullah ibn Rawaha, pra janë hurras që e shohin hurmën, njerëz pra që janë, si më thon, kompetent për atë punë, i shohin për shembull rrushin para se të bëhet rrushi thap ose hurmët dhe thot kjo hurmë ka kaq kujtal. Pra pa e vjel, e shohin kështu me sy. I çonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këta njerëz, pra dhe nuk i thonte atyre, pyetini personat a kanë borxh, as kanë borxh. Pra ja merrte zakatin, nuk i pyeste sa kanë, as kanë borxh. Kjo është një fjalë. Fjala tjetër thon, pra këtu Sheh Bin Bazi, Sheh Abdulrazak Afifi, Sheh Gudejani, Allahu më shëroft. Gjithë thon, borxhi nuk e pengon obligimin e zakatit. Përderisa ti e ke këtë lek momentin që të është obligu zakati, e ke obligim të nxjerrësh zakatin. Tani, kur i thuhet kështu robi mund çfarë? Mund të hyn vezvese, shejtani po do më paksohet, unë s'kam e tjera, tani po të këshillojnë, Allahu i mëshiroft. Thot, kur ti jep zakatin, Allahu do t'japi bereqet pasurinë tënde, do ta pastroj ty këtë pasuri. Ka përmend ajetin, merr për pasurisë tyre, sadaka apo zakat që ti pastrosh me të. Thot siç ka ardhur te surja Tobe, gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që sadakaja, zakati nuk ta mangëson pasurinë. Pastaj kam përmend hadithin që transmeton Buhari dhe Muslim nga Abu Huraira radhiyallahu an, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk ka një ditë që gdhihen në të robrit, vetë se zbresin dy melek. Njëri prej tyre thot: o Allah, jepi atij që shpenzon, zëvendësoje atij që shpenzon, kurse tjetri thot: o Allah, jepi atij që është do shtrëngut, jepi shkatrim. Çdo ditë kështu. Ja, përsëris dhe herë, thot, nuk ka një ditë që gdhihen në të robrit, vetë se zbresin dy melek, dy engjëj. Njëri thot: o Allah, zëvendësoje atij që jep, kurse tjetri thot: o Allah, shkatroje atij që është do shtrëngut dhe sjep. Përgjigja tjetër. Këtu është Sheh Bin Bazi, Sheh Abdulaziz Ali Sheikh, që është muftiu tani, Sheh Gudejani, Sheh Fozani, thot, është obligim që ti ta japësh atë pasuri që ke kur ka mbushur viti, dhe është në pronën tënde, e tregojnë shumën, thot nxjerrësh 1/40, edhe nëse i ke borxh shtetit apo dikujt tjetër, sepse borxhi nuk e pengon obligueshmërinë e zakatit. Përderisa e ke këtë pasuri ti, thot vetëm nëse shpenzo para se të mbushet viti. Kjo është çështja e borxhit. Flasim tani për kujt. Pra ne folëm, ky është zakati, këto janë rregullat e zakatit. Përveç ju thash te zakati fitrit ka fjalë mes dietarësh dhe ju thash që fjala Allahu alem më e afërt është fjala që ka Sheikh Uthemini, Sheikh Albani e tjerë, thonë që për sa i përket zakatit fitrit ka vetëm një grup ose hyn te kjo tjetri, pra dy grupe si më thon, fukarin dhe miskinët i jepet zakati fitrit. Sepse ne tham për zakatin e fitrit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që është pastrim për agjërusin dhe ushqim për mesakin. Dhe mesakin, do të thonë janë dy terma që janë përdor, dhe te ajeti ku Allahu xhallahu ala ka përmend te surja Tobe, pra kategoritë se kush e meriton zakatin, ka thënë innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ka përmend to dy grupe. Këto kanë thënë dietarët, termi fakir dhe miskin janë nga ato termat që kur bashkohen ndahen dhe kur ndahen bashkohen. Pra, përderisa është përmend këtu te zakati fitrit, ushqim për mesakinët, hyn dhe fukarin, pse se siç do e shihni fukarin janë më nevojtar se sa miskinët. Do flasim se kush janë. Qartë? Pra, për sa i përket zakati fitrit është vetëm për këto dy kategori, nuk është për kategoritë e tjera në fjalën më drejt. Qartë? Tani do flasim pra se kush e meriton, kush janë ato grupe që janë përmend te ky ajet që ka përmend Allahu xhallahu ala dhe ka thënë po ta shihni këtu sepse kjo ju ndihmon shumë innamas sadaqat.
Kjo fjala këtu innema është kufizuese. Pra, i kufizon ata që meritojnë zakatit tek këto 8 grupe njerëzish. 8 grupe njerëzish. Do i marrim me lejen e Allahut më radh. Nga fjala e Sheikhut Theminit, të lexoj fjalë tjera dietarëve të tjerë. Pra, ka fillu me ata që ka fillu Allahu Gjelle wa Ala, ka përmend fukarin. Janë ata, kush janë fukarin? Janë thot ata që nuk gjejnë, s'kan asgjë, ose kanë diçka, thot, ose një pjesë prej asaj që atyre u mjafton. Një pjesë prej asaj që atyre u mjafton. Ta hapim shembullin e shehut, pastaj unë do ja sqaroj. I thot, për shembull, mund ta marrim këtë me një rrogë mujore. Për shembull, nëse ti këtë rrugë mujore që të mblidhet në vjetore, rroga vjetore, pra merr kaq në muj dhe po ta mbledhësh kaq vit jep shembull. Për shembull, nëse ti në një vit merr 5000, shehu po jep me rial, ju mund t'i merrni që t'i kuptoni me euro ose me lek. Shehu po jep me rial. Thot, merr për shembull 5000 rial. Ndërkohë që shpenzimet i ke 10000 rial. Dhe këtu të shpenzimet hyn për veten tënde, për familjarët e tu, ushqim, pije, ilaçe domosdoshme, tjera më radh, këtu përmendin martesën, ai që s'është i martuar, ti jepet prej mehrit, e tjera më radh. Pra, nëse ti tani merr 5, ndërkohë që shpenzimet i ke 10. Qartë, thot, shpenzime ndërkohë që ti në vit i ke 10. Atëherë në këtë gjendje, ky person quhet miskin, sepse ky gjen gjysmën asaj që ai ka nevojë. Pra, po gjete gjysmën asaj që ti ke nevojë, dhe më shumë se gjysma, por nuk arrin tek ajo që ti ke nevojë, quhesh miskin. Nëse nuk ke fare, ose ke më pak se gjysma që ti ke nevojë, quhesh fakir, fukara. Kuptu dallimin? Pra këtu thot, pra, në këtë rast, ti sa i ke shpenzimet të rasti shehut, i ke 10.000. Sa merti rroga jote mujore dhe vjetore, sa të shko? 5. Pra sa i bike? Ke gjysmën. Nga gjysma e më sipër, kur nuk arrin të ajo që ke nevojë, quhesh miskin. Thot, ky në këtë rast është miskin, sepse ky gjen gjysmën e shpenzimeve ti. Nëse rrogën vjetore ka 4000, ndërkohë që shpenzimet i ka 10.000, atëherë ky është fakir, është fukara. Për shembull, thot, nuk ka një punë pra zyrtar ose diçka tjetër, ose nuk gjen punë, ky është fakir. Pastaj tregon pra sepse quhet fakir, shihesh origjina e fjalës fakir etj me radhë. Pra këto të dyja janë shumë të rëndësishme. Pra, mos mendoni se zakati i jepet dikujt që çfarë, mos ju, si më thon, mos mendoni turn, logjikoni të përfitojnë që zakati merr vetëm dikush që s'ka fare ose i kaput fare. Jo. Dhe ai person që ka po nuk i mjafton për nevojat e tij, pra jetësore. Qartë? Prandaj atëherë thot, tani sa do japim ne këtij? Në rastin e parë, për shembull, kur ky ka 5, rastin e dytë kur ka mujore 4, ndërkohë që do 10, thot, ne këtyre u japim se sa u mjafton deri në fundin e vitit. Pra që ti përmbushen nevojat për një vit. Pra ti përmbushen nevojat për një vit. Prandaj thot, këtij i japim derisa ti përmbushen nevojat për një vit, sepse zakati jepet çdo vit. Pastaj ka përmend një fjalë tjetër që kanë disa dietarë që thotë t'i japim derisa të bëhet i pasur, pra të jetë nga që të ketë arritur atë gradën që t'japi zakat. Kurse fjala e njohur është kjo që ju thash, pra që i jepet për një vit, sa i mjafton atij për një vit. Pastaj ka përmend kush është miskini, ja u thash këtë. Tjetra këtu që duhet që është e rëndësishme. Atëherë, përderisa meritojnë këta që janë fukarin dhe miskina dhe ju e morët vesh se kush janë fukarin dhe miskina, atëherë nuk meriton dikush që është i pasur të marri prej zakatit. Dikush që ka fuqi, ka zanat, gjendet punë për të, nuk lejohet këtij që të marri prej zakatit. Prandaj kjo është e rëndësishme, përmendim disa fjalë dietarësh, hadithe rreth parë dhe fjalë dietarësh rreth saj, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë ardhur 2 persona, i kanë treguar atij të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë thonë se ata kanë ardhur që të kërkojnë sadaka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vështroi, i hodhi shikimin atyre dhe i pa që ishin persona të fuqishëm. Ishin persona të fuqishëm, kishin fuqi. I tha atyre sallallahu alaihi wasallam, nëse doni unë ju jap, por se nuk ka pjesë në këtë ai që është i pasur
dhe as ai që është i fuqishëm dhe ka mundësi të fitojë pasuri. Këta të dy nuk kanë pjesë. Qartë? Thotë Sheikh Uthemini Allah më shëroft te komenti i hadithit, pra i pasur është e qartë, gjithashtu ka përmend atë person që ka fuqi. Nuk i lejohet atij personi që ka fuqi, ka zanat që të marri prej zakatit. Thot, mund të jetë dikush që ka zanat, por se është smur, nuk ka mundësi të punoj, atëherë këtij i jepet prej zakatit. Ama këta të dy, njëri është i pasur, tjetri ka fuqi dhe mund të punoj dhe ka zanat, atëherë thot këtij nuk i lejohet të jepet. Thot Sheikh Zejdi Allahu më shëroft, Allah më shëroft Sheikh Uthemini, Allah më shëroft gjithë dietarët e Islamit, thot Sheikh Zejdi, personi mund të jetë dikush që ka mundësi të punoj, ka mundësi të fitoj, por se nuk gjen punë. Thot, nëse nuk gjen punë, atëherë këtij i jepet prej zakatit. Ama nëse ka mundësi të punoj, ka dhe punë, ai mund të fitoj për këtyre punëve, atëherë nuk i lejohet që të marrë prej zakatit. Personi ka zanat, mund të punoj, punët njerëzit, ndoshta edhe çfarë? E lusin me thënë gjuhën tonë, edhe ai s'punon, ky person nuk meriton prej zakatit. Ngjoni fjalët mirë, se po i lexoj qëllimisht. Gjithashtu thot Sheikh Albani Allah më shëroft, kur një prej autorëve që Sheikhu është marrë me librin e tij ka thënë që të ketë zanat që i takon dhe i ka hije atij. Pra, domethënë që gjej punë që i ka hije. Thot Sheikh Albani Allah më shëroft, thot, puna sa do e ulët qoftë, është më e mirë për muslimanin se sa trikot dhe batall. Dhe është më e mirë për të se sa ti shtri dorë njerëzve. Ta përsëris. Puna sa do, ky është fjala e Sheikh Albanit, kurse Sheikh Fuzani ka thënë, më mirë robi të fshit, pastoj rrugët se sa ti lypi njerëzit. Kjo është fjala e Sheikh Fuzanit. Fjala e Sheikh Albanit ngjoj çfarë thot? Thot zanati sa do i ulët që mund të jetë i ulët tek njerëzit, sepse përderisa është zanat, alhamdulillah, është punë, thot është më mirë se personi të ri batall, pa punë, parazit, me thonë shqip, ose thot, ti shtri dorë njerëzve, a japin as i japin. Thot, prandaj, për mendimin tim, ky autor që ka thënë këtu, për mendimin tim nuk është i saktë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk i lejohet sadakaja atit pasurit dhe atit fuqishmit. Qartë? Kurse Sheikh Uthemini Allah më shëroft, këshillon dhe paralajmëron thot, me këtë rast, unë i paralajmëroj disa njerëz që i kërkojnë njerëzve duke insistuar ndërkohë që nuk ja kanë nevojën, janë të pasur, kanë mundësi. Madje unë paralajmëroj çdo kënd që pranon zakatin, ndërkohë që nuk e meriton zakatin. Dhe i them atij, nëse ti e merr zakatin dhe nuk je merituesi zakatit, dije se je duke ngrënë haram. Nëse ti e merr zakatin dhe nuk e meriton zakatin, atëherë ti je duke ngrënë haram, Allahu na ruaj. Prandaj robit ketë frikë Allahut. Pra, po qete një nga këto kategori që ka përmend Allahu, e ke halal. Po s'e një nga këto, atëherë je duke ngrënë haram. E përmend raste shpesh, ose si hilet që ndodhin, për shembull vjen dikush siç do vi borxhliu, mund të ketë për shembull, morim një shembull, vjen me një listë për borxhet që ka një vit. Për shembull, nëse ka për shembull 10 personave ka borxh, thot shehu, për shembull gjatë një viti ju shla 5 borxhlive. Ai thot me njëjtën letër vjen vitin tjetër. Ndërkohë që 5 nga këto borxhli kanë ik. Ai sjell njëjtën letër. Pse? Ka tahman, do me marr lek. Atë jam rrat. Ose thot shehu, vjen dikush për një moment ka pas nevojë është dhënë për zakati. Pastaj ka dhënë Allahu pasuri, mund t'i ketë dhuru diçka, ka trashëguar pasuri e tjetër më radh, vjen prapë thot te personi çfarë që i ka dhënë zakat. Sikur po jep çfarë? Adeti është mësu, edhe ky ka ndaluar. Por vlla, unë dhash, nuk ka adet ky muhabet që ti duhet vish unë ta jap gjithmonë. Unë ta dhash kur kishe nevojë, ti tani s'ke nevojë, atëherë se meriton. Ta dish se kjo që po ha e ke, çfarë po thot? E ke haram. Thon dietarët e lezën e Sheikh Bin Bazi, Sheikh Abdul Razak Afifi, Sheikh Gudejani, Allah më shëroft. Thot, e ka ndaluar personi që ka zakatin, t'ja japi dikujt që se meriton. Pra dhe personi që jep zakatin duhet ta ketë parasysh. Nuk ka këtu çfarë, se na vje keq për këtë çështje emocionale etj më radh. Jo vlla, e meriton jepja, se meriton gjoja, e njëjta gjë. Thot, ja hurum.
E kuptoni fjalën yahrum, do thotë është haram. Është haram që personi që ka zakatin t'ia japi dikujt që se meriton. Gjithashtu yahrum është haram për personin ta pranoj kur nuk është nga njerëzit që i ka përmend Allahu te ky ajet. Haram për këtë? Haram për këtë. Allahu na rujit. Tjetra, pra që diskutohet, para kësaj përmendim rastin e dytë, ose grupin e tretë, sepse dy i përmendëm. Grupi tretë, thot pra janë el-amiluna alejha, ata që punojnë mbledhjen e zakatit. Në gjojë që thot Sheikhu Themini Allah më shëroft, pra janë ata që kanë një pozit që i ka caktuar prisi i besimtarve. Pra shteti dërgon ata që të mbledhi zakatin. Gjojnë mirë këta, është rëndësishme shumë. Pra shteti i dërgon. Thot i ka dërguar shteti që të mbledhi zakatin dhe ta çojnë tek ata që e meritojnë. Pra këta kanë pushtet. Pse ja u them këtë? Që të kuptoni që nëse dikujt i jepet zakati që ta ndaj, nuk hyn këtu. Pra, ç'a ndodh? Do ngjoni dhe përgjigjet që japin dietarët. Pra, nëse ty, unë për shembull jam i zën, kam pasuri jam i zën, e i besoj dikujt dhe them o vëlla, ndaj këtë zakati tek ata që meritojnë. Ti ç'a je këtu tani? Hyn ti te ky? Pra mund të thoshti që unë jam punojës tani marr për vete? Jo, e ke ndaluar, ty s'ka caktuar shteti. Ti je ngarkuar nga një person i veçantë me e çu zakatin te nevojtarët. O për hir të Allahut, o ai tjetri do t'japi lejohet me dhënë dhe lek. O vëlla na boje këtë ke kaq prej mesh, për që po nda zakatin, s'ka problem. Ama ti nuk je këtu, prandaj ngjoj si thot. Pra nëse kjo po ja u them që ta kuptoni, shehu po thot kështu, që dikujt që i jepet zakati për ta ndarë nuk hyn këtu, por se ti je ngarkuar nga personi ose je me si më thon me rrogë ose me shpërblim. Thot për këtë arsye, shifni dallimin tani. Për këtë arsye, nëse shkatrohet zakati, pra i ndodh diçka, ti ja dhe baktit, ja dhe atë, për shembull ja dhe hurmat e Arabisë të tjera, ja dhe këtij punojësit të shtetit. Ndodhi diçka për shembull që u pri ose ngordhën baktit. Ngjoje, nëse ai jep punojësve të shtetit, ti si person që ke dhënë zakatin je i pastër tek Allah. E gjuhë dallimin. Ama nëse prishet te ky person që ti ke ngarku, çfarë? Do japësh tjetër. Nuk të shly. Shife dallimin. Pra te ky i dyti, te ky që ti ke ngarku, atëherë thot, nuk shlyhet ose nuk pastrohet njeriu nga përgjegjësia. Ky është dallimi. Qartë, kjo është shumë e rëndësishme. Sidomos, shumë për njerëzve të devijuar, për njerëzve të bidatçie, të janë rradh abuzojnë shumë këtu. Prandaj thot Sheikh Albani, ngjoni çfarë thot Sheikh Albani, kjo është fjala e Sheikhu Theminit Allahu më shëroft, ka fol rreth saj, por se unë do të kapni, si më thon, të kapni ajkën. Thot Allahu më shëroft Sheikh Albani thot, unë që po them këtë fjalë, dua t'ju sqaroj diçka që është aktuale, sepse më vjen lajme që shumë njerëz sot vetpunsohen. Mbledhin pasuritë e zakatit për të pasurve, që t'ja japin fukarejve, vetpunsojnë veten e tyre dhe i caktojnë vetes tyre një rrogë. Pra dhe thonë ne jemi këta punojësit. E ngjuhet ç'a ndodh. Pra merr lekët ai, pretendon që unë do jap fukarejve, me që unë po merr me këtë punë, kaq që kam unë si rrogë. A ngjuhet? Ne i themi që ky lloj zëvendësimi që bëhet, ky lloj veprimi, nuk është i lejuar fetarisht dhe nuk është diçka e ndershme nga morali. Sepse njerëzit që punojnë mbledhjen e zakatit, nuk është ai që i cakton ti, por se i cakton kush? Shteti. Pra vin prej shtetit dhe siç dihet nga ana fetare, nuk i lejohet muslimanit që të kërkojë një post në shtet. Jo më ti ikësh vetë punsohesh. Sikur të ishte qëllimi i tyre afrimi tek Allahu, por se këtë gjë e bëjnë për pasuri. E bëjnë për pasuri. Ngjoni, do i kthehemi prapë këtyre fetvave, t'ju lexoj diçka nga Sheh Vozani, që ç'a bëhet andej, se kush mundohet për këtë. Sheh Vozanin e pyesin dhe i thon, sepse origjina që ta keni parasysh vëllezër mi, siç ka ardhur hadithi i 7 grupeve që është përmend shumë sime, që një prej atyre 7 grupeve që do jetë hije në arshet Allahu xhallahu ala është personi që jep sadaka, pra jep, e jep e jep me djathën sa se merr veshe majda. Por origjina më e mira është që robi vetë ta ndaj zakat. Vetë robi ta ndaj zakat. Ama lejohet që nëse është një person i besueshëm ti ta japësh. Ngjoni fjalët e dietarëve për këtë.
أحسن الله إليكم. الجمعيات الخيرية يا شيخ يستلمون الزكاة Këto shoqatat, thotë o sheh, marrin zakatin, نقدا ثم e marrin, pra po flet për zakatin e fitrit, e marrin pasuri, lek, بعد ذلك يشترون زكاة الفطر. pra e marrin si lek, pastaj blejnë ushqim për t'ia nda fukarëve. ثم بعد ذلك يوزعونه. أولا من الذي فوض الجمعيات؟ E para thotë së pari kush i ka caktuar këta, kush i nga ngarkuar këta që të marrin zakatin? هل معهم فتوى من دار الإفتاء؟ A kanë ndonjë fetva këta nga ajo që japin fetva këtu në këtë vend? E ka fjalën për Saudi? من الذي فوضهم في هذا؟ Kush i ka caktuar ata për këtë gjë? لا يجوز لهم أنهم يتدخلون في هذه الأمور. Nuk i lejohet atyre që të futen këto gjëra. اتركونا المسلمين كل يخرج صدقة. Ti lën muslimanët gjithë secili ta nxjerrë sadakan për zakatin për veten e vet. له بفعله وتقديمه هو وهم لا يتدخلون في هذا. Ata mos ndërhyjnë. فهم مخطئون في تدخلهم Prandaj kjo ndërhyrje që ata bëjnë, kjo është gabim. هذا. لكن Mirë, ndonjëherë shife ç'a ndodh ndonjëherë thotë o sheh, porse الله إليكم يا معالي الشيخ هم يقولون إن معهم فتوى من عضو هيئة كبار العلماء. ata thonë o sheh që ka një fetva nga një dietar i madh. قلنا إن الفتوى تخطئ وتصيب Ne themi që fetvaja gabon dhe qëllon të vërtetën. ونحن معنا الدليل. Dhe ne me vete kemi argumentin. Me ne është argumenti. Kjo është një nga fetvat e shehut që të kuptoni për çfarë bëhet llaf. Tjetër gjë, pra që të kuptoni këtë. Ngjojeni një pyetje që është bërë Shehu Theminit, Allahu më shërof. Është një person i varfër thotë, e merr zakatin nga i pasuri me argument se do ta ndaj, pastaj e merr për vete. E merr për ta ndarë, e merr për vete, i thon Shehu Themini. Thotë Allahu më shëroft, kjo gjë, ky person e ka haram këtë gjë. Kjo është kundërshtim të amanetit, sepse personi ta ka dhënë se ti je i ngarkuar ta japësh tjerëve, ndërkohë që ai e merr për veten e tij. Kam përmendur dietarët se kur ngarkohesh nuk lejohet ti të veprosh në atë që je ngarkuar për veten tënde. Prandaj ky person e ka obligim që t'ia sqarojë personit pra që është ngarkuar prej tij. Nëse ai ta lejon, në rregull, nëse nuk ta lejon, ti do dalësh garant për këtë lek. Do ta çosh se do ja kthesh atij personin për këtë veprim që ke bë. Prandaj, un po ju porosis për diçka, po ju këshilloj për diçka. Thot, ka ndos nga disa njerëz, për shembull është i varfër, merr zakatin. Pastaj, pra merr për zakatin, pastaj jep Allahu xhallahu ala pasuri. Dhe njerëzit i japin duke menduar që ai vazhdon të jetë i varfër. Dhe ky vazhdon dhe merr. Dhe thot, unë nuk po i kërkoj njerëzve, ky rris që më ka dhënë Allahu. E ngjon? Kjo përsëris, e kuptoni çfarë po thot? Pra vjen dikush kur për një moment ka qenë i varfër, ju është dhënë. Na di që e ka pasuruar Allahu, por se ca njerëz që i jepshin zakat dhe ati nuk e din. Ata vazhdojnë të japin zakat. Shehu thotë ti e ke obligim të lajmërosh ato që unë s'kam më nevojë për zakat. Mos hajde të vish o risku im. Angjut. Thot dhe vjen dhe thot kjo është risk që po furnizon Allahu xhallahu ala, kjo është muharram, është haram, sepse atë që i ka dhënë Allahu xhallahu ala pasuri e ka haram që ai të marrë për njerëzve zakat. Tjetër, fetva e Lexhës, me krye Sheikh Abdulaziz Ali Sheikh, muftiun e tanishëm, thot, është e ligjëruar për ju që ta jepni, ta nxirrni zakatin dhe ta shpërndani tek ata që e meritojnë, ju vetë ta bëni këtë gjë, sepse është adhurim, e kryeni detyrën më mirë dhe lejohet që zakatin ta shlyej dikush që është i besueshëm në fenë e tij, në amanetin e tij, ngjut. Pra po ja dhe dikujt shif këto gjëra. Se është e rëndësishme do i lexoj diçka nga Ikhwanul Muslimin se s'du të zgjatëm se kemi folë për ta, po me që është çështja e zakatit të leku, prandaj kjo ka shumë rëndësi. Ngjojeni, thotë, nëse do japësh dikujt që ta shlyej zakatin te dikush i besueshëm në fenë e tij dhe në amanetin e tij, që t'ja japi atyre që e meritojnë. Ama nëse personi nuk është i besueshëm, mos ja jep zakatin ta shpërndaj ai, sepse nuk e largon detyrën nga vetja. Qartë? Shive qa ka ndodhur për Ikhwancave, unë e kam përmend dhe herë tjetër, po me që erdhi koha këtu, kam përmend ata vetë. Pra nuk është se po themi ne
apo dietarët e Sunetit, apo njerëzit e Sunetit. Ato që do i lexoj janë nga dy librat e Ikhwanul Muslimin. Një e ka emrin Ikhwanul Muslimin, Ahdathun Sanatit Tarikh, të vëllimi i parë, faqja 89, pastaj ka përmend 174 dhe gjithashtu Ali Ashmawi te Tanzimu Sirri li Ikhwanul Muslimin. Thonë që ka pas raste që Ikhwanët mblidhshin donacione për mujahidët në Palestinë, gjithë në emër të Palestinës, dhe ustadhi orientuesi, e kam fjalën për Hasan el-Bennës, na çonte çdo xhuma, na ndante në xhamit ndryshme që të kërkonim lek në emër të Palestinës. Ne këto lek nuk i mblidheshim për Palestinën, sepse nuk ishte ky qëllimi, sepse ata nuk kishin nevojë, por se ne i shpenzonim këto lek për të bërë propagandë ose solidarizim, thot, me çështjen e tyre. Nuk i dërgonim atje. A në gjutë? Kurse Ashmawi thot, ata hapin derën e kërkimit lekët për sadaka, për të shpëtuar Aksën, pra mblidhin lek për këtë gjë, ndërkohë që mund t'i blenin armë ose tjera, duke u mbushur llogaria e Ikhwanul Muslimin me lekët që jepeshin për Palestinën. Veti kanë treguar personat që janë nga Ikhwan. Pra leku merret për Palestinën, ku shkon? E ngjut se ku shkon. Prandaj robi të ketë kujdes, o çoje vet këtë zakat tek ai që meriton, o nëpërmjet njerëzve të besueshëm në fenë e tyre, në amanetin e tyre. Në rregull? Pastaj, pra grupi tjetër që meriton zakatin, së katërti thot janë ata që jepet zakati për t'i afruar zemrat e tyre. Ose është dikush që shpresohet që të bëhet musliman, pra të dikush shohim shenjë që ai mund të bëhet musliman. Lejo të japim zakatin për ta afruar në Islam. Ose dikush për t'i larguar sharrin e tij. Ose dikush pra që t'i forcohet imani i tij. Pra mund të jetë musliman i ri dhe ne për ta forcuar imanin e tij i japim prej zakati. Pra kam përmend këto Allahu xhallahu ala ka thënë wal muallafati qulubuhum, pra inma sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum. Pra kush janë muallafe, kush janë këta që ne ja afrojmë zemrat atyre? Thot dikush që shpresohet Islami i tij, ose largimi i sherrit i tij, ose shpresojmë që kur japim zakat atij i fuqizohet imani. Këtu kanë diskutuar dietarët, a është kusht që ky personi që ne japim zakatin, ketë pozit, për shembull të jetë i pari fisit, që po i dham atij mund bëhet sebeb që gjithë fisit i tij të pranojë Islamin? Pra, nëse shohin parën e kabiles, parën e fisit, nëse ne japim për zakatit atij, shpresojmë te Islami atij, po u bëj musliman, mund bëhet i gjithë fisi musliman. A është kusht tjetë? Pra, dikush me pozit, apo jo? Sheikh Uthemini anon që nuk është kusht. Pra përderisa nëse është e këto që u përmend, atëherë ai meriton prej zakatit. Këtu është rëndësishme që të kuptoni, sidomos për të kuptuar dhe për shembull këto dyshimet që mund të hedhin xhawarixhët dhe tekfirsat, që ta kuptoni që mund të jepet prej zakatit dikush që ti i ruhesh për sherrin e tij, të largosh sherrin e dikujt. Mund të jetë shtet. Muslimanët janë dobët. Nuk mund të përballen me të. Nëse japin një lloj pasurie për të larguar sherrin e tij, për ta larguar sherrin, se nëse nuk largohet sherri, atëherë thot jepet prej zakatit. Pra mund të jepet prej zakatit dikujt që t'i largosh sherrin. E kuptuat? Grup tjetër, pra janë ar-riqab. Pra lirimi i robërve. Këtu dietarët kanë përmend, pra shehu thot, kanë përmend dietarët e kanë komentuar dietarët me tre grupe. E para thot, pra kur kemi sklever, rob musliman që me atë zotrinë e tyre kanë bërë një pakt që çdo muaj ose çdo kohë caktuar ata do t'i japim një sasi të caktuar derisa të lirohen nga slllavëria. Thot këtyre u jepet prej zakati, një grup. Grupi i dytë, ata që janë robër t'ja japësh që ata të lirohen. Pra dikush ka bë kontratë, ti e ndihmon që ta përmbushi kontratën. Dikush tjetër çfarë, është skllav ti jep për ta liruar. Dhe i treti, pra një person që mund të jep çfarë, mund të jetë kap rob. Mund ta kenë kap rob qafirat, i jepet thot prej zakatit që ta lirojmë këtë rob prej muslimanëve, që kanë kap rob luftës së tjera më radhë dhe kanë kap, jepet prej zakatit që lirohet. Ose thot shehu, nëse dikush është rrëmbyer. Pra krahasohet me këtë dikush është rrëmbyer, e ka rrëmbyer dikush pa drejtësisht.
dhe kërkon i lloj çfarë ose i sasi pasurie lejohet jepet prej zakatit që çfarë klirohet ky person, o që është zënë rob ose që është rrëmbyer, grupi i 5. Grupi i 6, pra borxhliu, ai që hyn borxh. Këtu ka thënë dietarët, ai që hyn borxh për dobinë e tij ose ai që hyn borxh për dobinë e tjerëve. Pra janë dy grupe. Ai që hyn borxh për dobinë e tjerëve japin shembull si dikush që ka pozit, i ngjohet fjala, për shembull mes dy fiseve thon, mund të ketë luftë, mund të ketë përplasje, mund të ketë sherrë. Hyn dikush që ti pajtoj këto dy fise që janë sherrë, që janë luftë, që janë konflikt. Por se thot, gjatë pajtimit, ai mund të marrë si çfarë mbi shpinën e tij, mund ngarkohet që këto nuk pajtohen vetë se po i dhe diçka prej pasurisë. Atëherë ne thot ta ndihmojmë të person, të japim pasuri prej zakatit që ky të pajtoj mes njerëzve. Qartë? Ky është grupi i 6. Ky që e merr hyn borxh për dobi të tjerëve. Këtu është për dobi që të bashkoj, se ka shumë rëndësi bashkimi i njerëzve që mos vrithen me njëri tjetrin, mos përçahen me njëri tjetrin dhe tjera më radhë. Grupi tjetër është ai që është borxhli ka marrë borxh për veten e tij, për hallet e tij, i jepet zakat këtij që ta shlyj borxhin, normal, ky është për atyre që jepet zakat për ta shlyer borxhin. Ama këtu desha t'ju lexoj diçka që për çfarë ka marrë këtë borxh ai. Thon dietarët e legjës, thotë, nëse personi ka marrë një pasuri sepse e ka pas të domosdoshme, ose ka dash ndërtoj një shtëpi që të jetojnë të, ose rroba që kanë nevojë, ose ka marrë borxh që të marrë persona që ka obligim për t'i mbajtë, shpenzoj për ta. Thot, si për shembull, nuk ka që të mbaj për shpenzime babain e tij, apo fëmijët e tij, apo gruan e tij, ose një makinë që ai punon me të dhe e shfrytëzon për nxjerr lek prej saj. Pra, që të shpenzoj për veten e tij, për familjen e tij. Dhe nuk ka që ta shlyej këtë borxh, atëherë ky meriton që t'i jepet pasuri prej zakatit që ta shlyej këtë borxh. Ama, nëse ka marr borxh për të blejë një tokë që të bëhet i pasur, i kamur, etj me radhë, apo të marrë një lloj makine, një model makine, që këtë e ka njerëzit, të ky tjetë për aty njerëzve të kamur, njerëzve për që kanë kondita, atëherë me radhë, atëherë ky nuk meriton t'i jepet prej zakatit. Pra, kanë tregu se kush është ai person, për çfarë merr borxhin ai që çfarë t'i japim ne prej zakatit. Pra, nëse është te grupi i parë që ata sqaruan, i jepet që të shlyej borxhin e tij. Nëse është e ka marr, e kuptuat për çfarë ka marr, pra tjetë si njerëzit e kamur, njerëzit që kanë bollik, mirëqenie të jamë radhë, këtu si japim për zakat. Kjo është një çështje. Çështja tjetër. A është mirë që ne t'ja japim këtij zakatin dorë, që ky ti këtë lej borxhin, apo ne ti kem t'ja lejmë borxhin, shkojmë te ai që i ka dhënë borxhin, ti themi na filanit ka detyrohet kaq, na lekët që ky detyrohet. Kush është më e mirë? Thon dietarët, nëse personi është mesedër, është person i besueshëm, pra është person mesedër dhe i besueshëm, atëherë ti nuk ke nevojë, a jep ti ky vetë shlyen zakat. Ama nëse është person që ti ke frikë sa ta japësh zakatin, ky nuk i kën shlyj borxhin, i kën harxho për gjëra tjera, atëherë shko ti vetë tek personi që i ka dhënë borxh dhe shlyje borxhin. Qartë kjo? Prandaj, thot shehu, Allahu mëshiroft. Nëse personi që ka marr borxh është i besueshëm, përpiqet që ta lyj borxhin, më mirë s'ka dyshim që t'ja japim atij që ai vetë i ta shlyj borxhin, që mos futet ciklet, mos ketë turp, mos nënçmohet para njerëzve. Ama, nëse kiet frikë se ky do ikit do ta prishi këtë pasuri, atëherë ne nuk i japim, por se shkojmë vetë tek personi që i ka dhënë borxh dhe ja shlyejmë borxhin. Dhe këtu vjen çështja shpesh që persona që mund të kenë meritojnë një nga këto grupet e zakatit, mund ta shpërdorojnë pasurinë ose mund ta përdorin gjëra ndaluara, gjëra haram. Si do ta bëjmë tilla raste? Dëgjoni çfarë thotë dietarët, thotë Shehzedi Allahu mëshiroft, pra kur i tregojnë që dikush mund të marri, ai fillon e bën atë lek, për shembull ta bëjë gjëra haram, alkool, duhan etj. Thotë Shehzedi Allahu mëshiroft, atëherë këtë pasuri zakatin jepja njerëzve të logjikshëm prej familjarëve të atij personi. Ose blithot me një pjesë zakatit, ushqime ose veshje, siç ka nevojë familja. Thot, ama për shembull ata e kanë pyet për nevojën e një muri që kanë avllije që duan me ndërtu,
thot, ose ti parashtroj atyre që ti ndihmosh, thot, në ngritjen e kësaj avllije apo këtij muri, thot, nëse ata ta lënë ty, ta ngarkojnë ty, bëje. Thot, dhe ti je i ngarkuar prej tyre, jo që të kesh interes te kjo. Pra, ty që po të ngarkojmë, që ti zgjedhësh hallin atyre, shofësh dobinë atyre, jo dobinë tënde interesin tënd. Për shembull, nëse ti do i bësh avllije ke ti, e ti ai sipërmarrësi etj më radhë, bë këtë kastile që ta bësh ti atë punë ti marrësh ti legët. Jo. Qartë. Pra ti po u ngarkove me këtë do shohësh dobinë dhe interesin e atyre. Qartë? Pra këtu për shembull kur ti e di që po ja dhe babës, ai varet çfarë do bëj me të. Atëherë nëse ka gratë ajo familje njerëz që janë përveç atij, kanë logjik, din ta përdorin, ta menaxhojnë lekun, jepi atyre, po thon. Ose me lejen e tyre ti mund thosh mirë, ose më ngarkoni mua që unë t'jap nevojat që keni, unë t'u ndihmoj kur atje pa ja dhënë ti lekën dorë sepse ky do të përdori për haram. Megjithatë gjë thot Sheikh Uthemini Allahu mëshiroft, pra kur e pyesin për një prind till që pi gjona ndaluar atje më radh, thot mund t'ja japim zakatin gruas të atij, që ajo të blej në veten e saj nevojat që të plotësoj nevojat e shtëpisë saj. Ose mund t'i themi që ne pra kemi me dhënë zakat. A ke nevojë, a do që ne ta blejmë këtë për nevojat tua domosdoshme? Pra kërkojmë që atë na ngarkojnë ne dhe me këtë thot arrihet qëllimi dhe largohet kjo pengesë që mos ta ndihmojmë atë të diçka ndaluar. Pra t'japim lekun ai tikit bëj gjëra ndaluara. Qartë? Kjo është për sa i përket kësaj çështje. Pastaj këtu t'ja jap edhe këtë si dobis, edhe këtu ka shumë çështje që diskutohen. Për shembull thot mundesh për shembull që atë borxhliun unë thot t'ja heq borxhin dhe ta konsideroj prej zakatit. Pra ta konsideroj atë borxh që ja heq për zakatit, thot sheku jo, nuk lejohet, sa ka thënë Sheku Islami ibn Taymije. Pra, sepse zakati nuk është dhënje, nuk është që çfarë, po ta fal të borxhin dhe po ta konsideroj prej zakatit. Jo, ka thënë Sheku Islami ibn Taymije, kjo nuk lejohet, pra bila niza, pas një lloj kundërshtimi. Çështja tjetër, pra dhe kjo është e rëndësishme, që është grupi i 7, pra në rrugën e Allahut. Fi sabilillah, në rrugën e Allahut. Kush hyn këtu? Sepse ju thash, mos harroni atë që ju thash në fillim, innama sadaqatu. Pra janë kufizuar zakati, sadakaja ose zakati te këto kategori. Pra wa fi sabilillah. Thot shehu këtu, ata janë luftëtarët, pra ata që bëjnë xhihad në rrugën e Allahut xhallahu ala. Pra është për ata që bëjnë xhihad, është për xhihadin. Thot, kurse që të thuhet thot shehu, pra vi dhe dikush thot qëllimi këtu është çdo punë e hajrit, çdo punë e hajrit, ndërtimi xhamive, rregullimi rrugëve, ndërtimi medreseve, i shkollave, botimi i librave të tjera me radh, thot kjo fjalë është fjalë dobët, sepse po e komentuam ajetin kështu, atëherë pse është kufizuar në fillim? Po thamë në rrugën e Allahut janë gjithë, atëherë jo, kufizimi këtu është me 8 kategori. Prandaj kjo fjalë e shekut e quajnë fjalë dobët këtë, kurse dietarët e tjerë thonë, pra dietarët e lezhën, Sheh Ibn Bazi, Sheh Abdulrazak Afifi, Sheh Vozani, Sheh Abdulaziz Ali Sheikh, thotë, t'jepet zakati për ndërtimin e xhamive, për shkolla, etj me radhë, nuk lejohet. Kjo është fjala e shumicës dietarëve. Madje disa dietarë kanë treguar se është ixhma në komentin wa fi sabilillah, që ka qëllim vetëm muxhahidët, vetëm xhihadin rrugën e Allahut xhallahu ala. Në vend tjetër thotë, pra që të bëhet jepet zakati për xhami e tjera, sepse kjo është diçka që për shembull është dhënë fetva, pra dhe këtu tani që s'ka problem, madje kishte prej komenteve kur u dha kjo fetva që shqyr që dole nga linja saudis e tjera me radh. Pra nuk e shohin këtu që kanë dietarët me shekuj para se çfarë të formohesh shteti saudis, e ka përmend dietarët e hershëm. Pra, normal, kjo do me dal nga argumentet, nga fjalët e njohura dietarëve që e shihni që pothuajse ca dietar kanë thonë është si xhma. Thotë zakati nuk lejohet gjëra që u përmendën për xhamive të tjera me radh, sepse nuk hyn te fjala Allahu xhallahu ala për ata që marrin zakatin wa fi sabilillah. Thotë pse se është e kufizuar vetëm për luftëtar rrugën e Allahut xhallahu ala. Disa dietar kanë përmend ixhma për këtë çështje. Por se mund të jepet fukarinëve, për mësuesve, thirrsave rrugën e Allahut e tjera me radh. Thot Sheikh Albani Allahu mëshiroft, pra sepse këtu kanë ardhur sa hadithe që dhe haxhi është rruga e Allahut. Pra të jepet dikujt prej zakatit për të kryer haxhin. Kanë ardhur sa hadithe që hyn edhe haxhi. Qartë? Thot Sheikhu këtu, pra ti thot ke transmetuar ose prej Seid Rashid Filmenar se ai ka thënë te rruga e Allahut hyn ndërtimi i spitaleve, punë të hajrit,
përgatit e tjera më radh, thot që ta komentohet ajeti me këtë kuptim gjerë që përfshihen gjithë punët e hajrit, ngjoj çfarë thot shehu, nuk është transmetuar nga askush prej selefëve me Sadiun. Shive, ky është fjala e Sheikh Albanit. Pra, po të komentojnë që ky ajeti këtu është vetëm për xhihadin. Kanë ardhur ca hadithe që futet dhe haxhi. Qartë. Pra, që ti ta komentosh, që t'japësh për zakatit me ndërtu xhami, spitale, shkolla, ndërtim rrugësh e tjera më radh, këtë po kundërshtojnë këtë dietar, që ta kuptoni për çfarë po flas. Thotë Sheikh Albani, Allahu më shëroft, pra, që të komentohet ajeti me kuptim të gjerë që përfshihen gjithë punët e hajrit, kjo nuk është transmetuar nga dikush për selefëve me Sadiun. Megjithëse sot Sidik Hasan Khan te filan libër thotë ka anuar nga kjo fjalë, kjo është e refuzuar, i refuzohet atij. Thotë atëherë nuk do kishte ai dobi të madhe që është kufizuar zakati te këto 3-8 grupe në ajetin fisnik. Dhe mund të hynte te fjala në rrugën e Allahut çdo punë hajri, siç është ndërtimi i xhamive dhe tjera më radh. Nuk ka dikush që e thotë të për muslimanëve. Madje ka thënë Abu Ubejd, prej imamëve, para Imam Ahmedit, Abu Ubejd Qasim selam, thotë ti shlyhet borxhit vdekurit, apo t'jepet diçka për qefinin e tij, apo të ndërtohen xhamit, apo të hapen lument e tjera me radh prej punëve të hajrit, Sufjan e Thori, banorët ato dietarët e Irakut, e tjerë prej dietarëve kanë ixhma se nuk lejohet t'i jepet këto raste prej zakatit, sepse nuk është prej 8 grupeve. Kurse Sheikh Bin Bazi, Allahu më shëroft, thot, ajo që njihet te gjithë dietarët, thot, dhe është mendimi shumicës tyre, po thuj se është si ixhma për dietarëve selefëve, se zakati nuk përdoret për ndërtimin e xhamive apo blerjen e librave të tjera më radh, por se është për 8 grupet që janë përmend në këtë ajet, te surja Tobe, pra fukarejn, miskinët, ata që punojnë mbledhjen e zakatit, atyre që u afrohen zemrat, dhe në lirimin e robërve, ata borxhlit, dhe në rrugën e Allahut xhallahu ala, dhe grupi tjetër që ka grupi i fundit, pra ai që ka ngel rrugë, pra udhëtar që ka ngel rrugëve nuk ka pra me çfarë kthehet apo të shkojnë në vendin e tij, dhe ajeti këtu në rrugën e Allahut xhallahu ala është i kufizuar për xhihadin, Kjo është fjala e njohur tek dietarët dhe nuk bën që të ndërtohen xhamit me zakatin, apo të ndërtohen apo të rregullohen medreset, rrugët e tjera më radh. Qartë? Pra, ky është grupi tjetër prej atyre që meritojnë zakatin, dhe grupi i fundit, pra që prej atyre që meritojnë zakatin është Ibn Sebil, pra ai që ka ngel rrugët, mysafiri që ka ngel, pra është nis për një udhtim, mund t'i kenë hum lekët, s'ka më mundësi të arrijë vendin e tij, për të kthyer në vendin e tij. Ka thënë dietar që këtij jepet për zakatit derisa të kthehet tek vendi i tij, edhe nëse tek vendi i tij është prej pasurve. Edhe nëse te vendi i tij është prej pasurve. Pse? Sa i tani sa do është, ama i kanë hum lekët ose tjera më radh, nuk kthehet dot në vendin e tij. Atëherë i jepet që të arrijë dhe të kthehet tek vendi i tij. Pra këto janë kategoritë që meritojnë prej zakatit. Me kaq, pra mjaftohemi rregullat e zakatit. Lutim Allahun xhallahu ala të na bëj për atyre që e kuptojmë e mësojmë fen ton dhe punojmë me të. Lutim Allahun xhallahu ala që na japi dije dobishme, na japi punë me këtë dije dhe të na shtojë dijen. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa fiikum barak.